Në prag të festave të çdo fundviti, Bashkia e Lezhës përmes Task Force së ngritur kontrollon, monitoron dhe nuk lejon rritjen e çmimeve në treg. Në këtë mënyrë, sipas kreut të bashkisë Viktor Tushaj, kjo njësi vendore, duke rritur transparencën e këtij shërbimi në stabilizimin e çmimeve, ndjehet e përgjegjshme ndaj konsumatorëve dhe qytetarëve. Në prag të festash zakonisht shpesh herë ndodh rëndom tregtar të papërgjegjshëm ngrejnë çmimet. Kjo na ka bërë tashmë si një eksperiencë jo e mirë edhe vitet e kaluara që ne të ngrejmë pranë Bashkisë Lezhës një task force e cila të monitoroj, të kontrolloj dhe të ndikoj në ruajtjen e çmimeve pasi është një shërbim për cilën Bashkia e Lezhës ndjehet apo çdo njësi vendore ndjehet përgjegjëse ndaj qytetarëve të vet. Kontrollet e vazhdueshme të task forces dhe masat e marra ndaj abuzuesve kanë ruajtur normalitetin e çmimeve edhe në ditë festash. Tushaj pohon se me këtë task force të ngritur, bashkia afrohet më afër qytetarëve të saj. Ne tashmë me këtë task force që kemi ngritur, jam i bindur që afrohemi shumë më afër qytetarëve, së bashku me qytetarët, të cilët i shohim si një partner i rëndësishëm në monitorimin e gjithë këtij procesi. Dhe besoj qytetarët lezhian do të ndjehen të kënaqur nga shërbimi që do t'i ofrohet nga tregtarët e ndryshëm, por edhe nga mënyra se si do të menaxhohet gjithë procesi nga Bashkia e Lezhës.